Sot I është dhënë lamtumira e fundit të Lumni Lushajt në fshatin Gjonaj të Hasit, veterani ushtrisë çlirimtare të Kosovës, I cili humbi jetën të martën në një aksident në autostradën Ibrahim Rugova. Para ceremonisë së varrimit, në shtëpinë e kulturës Reshat Qoçaj, janë bërë omazhe para trupit të pajet të veteranit të ndjer Lushaj. Është organizuar akademi komemorative ku morën pjesë familjar, miq, bashkëluftëtar si dhe përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore. Në fjalën e tij, kryetari I komunës së Prizrenit Shaqir Totaj tha se Lumni Lushaj ishte një person hiperaktiv me energji të jashtëzakonshme, duke shtuar se komuniteti sot po shënon një humbje të madhe. Asnjëherë s'ma ka marrë mendja që kemi me mbajt këtë mbledhje kështu komemorative, për shkak se kemi prit një zhvillim të tillë kaq tragjik. Për mua ka qenë lajmi më I keq që ka marrë për një kohë shumë gjatë. Lumin e kom njoftë prej se kom hyrë në politikë. Një njeri me energji të jashtëzakonshme, një njeri me një vizion të qartë edhe me një përkushtim të pashoq. Asnjëherë nuk kemi vret asnjë dilemë për sa I përket përcaktimit, vizionit edhe përkushtimit për realizimin e atij vizioni. Një individ I cili në aspektin familjar ka qenë shembull, në aspektin kombëtar ka kriju standarde të reja se si duhet të dojmë Maldheun edhe si duhet të jemi të përkushtuar për të çuar përpara vizionin tonë. Në aspektin social, një individ me një energji të jashtëzakonshme, një individ me një potencial të jashtëzakonshëm, kreativ edhe pozitiv, një person I cili ka mendu veç mirë edhe I cili ka mendu veç me ofru njerëzit mes veti. Kryetari degës së OVL-s të UÇK-s Isa Berisha theksoi se me vdekjen e Lushajt u humb një humanist dhe njeri me vlera të larta kombëtare. Sot jemi mbledhur të pikëlluar me zemër të rënduar sepse humbëm një njeri të madh, një veprimtar, të bajepur, një veteran të devotshëm, një humanist të rrallë dhe mbi gjitha bashkues të njerëzve. Lajmi I përndaren nga jeta e Lumni Lushajt nga tronditi të gjithëve në Kosovë dhe jashtë saj, sepse ai ishte njeri që nuk ndike duke punuar dhe duke vazhduar, por mbi gjitha ishte një njeri që dinte të bashkonte. Dhimbja më e madhe padyshim është e familjes, por ne jemi sot këtu për të ndarë këtë dhimbje, për të qenë pranë tyre dhe për të thënë dhe për t'i dhënë forcë familjes dhe shokëve të tjerë që humbën këtë njeri të madh. Ndërsa bashkëveprimtari Ferhat Shala u shpresin ai ku bashkëluftëtari dhe bashkëpunëtori Kadri Veselit dhe Hashim Thaçit, duke kujtuar kontributin e tij në periudha të ndryshme. Na iki herët, por na dha shumë. Na la miqësi, sinqeritet, aktivitet. Na iku, por na la humanizmin e tij, atë dashurinë, respektin, na la miqësinë me shumë njerëz. Na iki ambasadori I paqes, I humanizmit. Na iku ambasadori I miqësisë, I familjeve tona. Ai vërtet ishte ambasador edhe I Kosovës, edhe I Kroacisë, edhe I miqësisë tonë historike e çlirimtare. Na iku bashkëluftëtari dhe bashkëveprimtari Hashim Thaçit, Kadri Veseli. Na iku për të mos vdekur kurrë. Na iku ndjes pas Lumi, e Lumi ishte Lum. Që është e vërteta, Lumi nuk ikën. Ai rrjedh dhe vazhdon rrjedhën e vet. Lumni Lushaj vërtet ishte Lum. Një Lum që I shërbeu dhe u jiti këtë tokë, këtë shtet, këtë liri, në çdo periudhë të jetës së tij. Babi im do jetoj përgjithmonë në kujtimet tona. Mes emocioneve të forta, vajza e të ndjerit Djelca si dhe vëllai Shaqa falenderuan të pranishmit për nderimin dhe për krajën, duke kujtuar të ndjerin si njeri humanist dhe mbi të gjitha familjar shembull. Sot jam këtu për të nderuar babin tim, Lumni Lushaj.
njeriu që ka qenë zemra e familjes sonë dhe një figurë me vlera të mëdha për shumë njerëz. Këtë ditë kemi parë qartë se sa shumë është dashur dhe respektuar. Çdo shkrim, çdo koment, çdo kujtim që njerëzit kanë ndarë e tregon të njëjtën gjë. Se ai ishte njeri që gjithmonë dha, që ndihmoi, që u gjend pranë të gjithëve, pa kërkuar kurrë asnjë në këmbim. Kjo ishte forca e tij, kjo ishte zemra e tij. Për mua, ai ishte shembull i njerit të drejtë, të butë dhe të përshkushtuar. Ai na mësoi të jetojmë me dijenitet, me mirësi dhe me punë të ndershme. Në këtë ditë të dhimbshme, praninë tuaj e ndjejmë si mbështetje dhe nderim të madh për vëllain tonë. Dhimbja jonë sot është më e lehtë fal jush, sepse po shohim se sa shumë e ka dashur, vlerësuar dhe respektuar. Në Kosovë, në Kroaci, kudo ai që veproi. Ju falenderoj nga zemra për kujtimin, për respektin dhe për rrugën që keni bërë për të qenë me ne sot. Pas akademisë, u organizua ceremonia e varrimit të Lumni Lushaj, trupi i pajetit të cilit është bartur nga ushtarët e FSK-s, me një pjesëmarrje masive jo vetëm të popullatës asiane, por edhe shumiqve, bashkëpunëtorëve të veteranit të ndjerë e përfaqësuesëve të institucioneve të ndryshme. Si patriot shtetit,